Dhe këta tjerë të regon fenomenin e rajonalizimit që mundet me u përkthy në të ardhmen keq PDK-s. Tani për momentin ka performu jashtëzakonisht mirë, nuk është keq, po në të ardhmen mundet me u përkthy keq sepse kandidat që s'janë drenicës, çfarë që t'janë kualitativ, nëse s'janë top 10 ose top 5, kanë me hezitu me qëtë matematik, sepse nëse janë edhe këta të rritë që kanë hi nga rajoni i Drenicës, përkundër që janë mirë që kanë hi atë, ndërsa një pjesë shumë kualitative, edhe një pjesë veteranëve tjerë, përkundër vetëm çaj faktori bashkon që janë Drenicës kanë mujtë me hi. Dhe kjo mundet në të ardhmen me qenë rrezik për PDK-n, sikur që që të hezitojnë. AKJ unë mendoj pranvera po atë mirë është rajonale, po rrezikun e ka përqasoj të shku në shumë të shku poshtë. PDK-ja ka shtrirje në Prizren. Apo këta duhet më reformua. PDK-ja ka shtrirje në Prizren, në zonën e Prizrenit dhe në zonën e 05 që Ferizajt. Asnjë deputet Prizrenit se ka. Naiti është Prizreni edhe... Është i Prizrenit Naiti. Po e di që... Jo, na jemi të s'ka lidhje.